Kurti nuk ka pasur vullnetin dhe nuk e ka pasur edhe sinceritetin e nevojshëm në këto negociata, pasi që si që pa në fillim u folë sikur që po gjejmë një kandidat konsenzual, mirë po mungoj gatishmëria për të pranuar ndonjë kompromis dhe në fund pam që përfunduam me propozime si për shembull të ministrave, pastaj përfunduam të nënkryetari vetëvendosjes dhe të një deputete vetëvendosjes dhe pam që qëllimi i këtyre negociatave ka qenë të blihet kohë, të shtyhet afati sa më afër një krize politike, të vihen nën presion partitë opozitare dhe në fund të tentohet të hidhet faji tek partitë opozitare në rast se vendi shkon në zgjedhje. Prandaj, mendoj që nuk ka pas vullnet politik dhe nuk ka pas as sinceritet në këtë proces të tentativave